Përshëndetje, mirë se vini te podcast by Gjuli Radi. Në këtë podcast të shkurt do flas pse duhet të luni jo pastër, në thojza. Pse duhet të luni jo pastër me avantazhet e pa drejta që ju kollon jeta. Duhet kuptoni diçka. Jeta secilit prej nesh kur vim këtu na jep ato kartat, ato letrat tona secilit. Dikush është e bukur, dikush është i artikulum, dikush ka babin me lek, dikush ka një kushëri ose një kontakt shumë të rëndësishëm. Tashi shumica njerëzve kanë frikë nga paragjykimi apo gjykimi i njerëzve dhe ato avantazhet e pa drejta në thojza nuk i përdorin për të mirën e tyre. Por nëse ti ke një ëndër, një dëshirë, një plan për jetën, një ambicie, gjaja më e mirë që mund bësh është të fillosh aty ku je, me avantazhet e pa drejta që të kollon jeta. Kështu që nëse ti je për shembull një femër e bukur, përdore bukurinë tënde për me ndërtu një biznes, për me ndërtu një prezencë, një pamje profesionale, për me reklamu shërbime ose produkte të ndryshme e tjerë. Nëse je një person që e ke babin me lek, shumë mirë. Fillimisht duhet të jesh falënderues për babin tënd që ka punuar dhe ta ka sjell jetën për me pas ndoshta më të thjeshtë se shumica e njerëzve. Por përdore, ndërto diçka me ato lek, zgjeroje biznesin, zgjeroje aktivitetin që ke. Nëse je një person që ke një avantazh tjetër, një kontakt shumë të rëndësishëm, një kushëri, një njerëz të afërt, përdore atë. Kërkoj ndihmë se ç'a mundet me bë për ty, për ato gjanat edhe ëndrat, dëshirat tuaja që don me bë. Kështu që është e vërtetë që jeta është e pa drejtë për shumicën e njerëzve, por është edhe e drejtë sepse secilit prej njerëzve jo jep ato llontitë edhe kartat e veta. Kështu që përdorni kartat tuaja, letrat tuaja dhe ndërtoni jetën që keni dëshirë me ndërtu. Dhe mos keni turp, mos keni frikë, mos keni dyshime të vetja, sepse në fundit dhe mos keni frikë nga paragjykimet, sepse në fundit njerëzit do e paragjykojnë si nëse bani diçka të mirë, si nëse bani diçka të keqe. Kështu që mjafton që të jeni ju i lumtur edhe i përmbushur me veten.